kur im shku mja që një shtrat personi, do më thonë ka qenë komplet i palevizshëm, i shtrirë mbi shpinë, edhe kur im him rana në shpe, i ka pas dikon ndoshta 6-7 miza për rreth ftyrës, dhëmë t'i ka pas krejt zi, se ndoshta që i mungon edhe kalciumi, i pa pastërum, edhe komplet i zhveshën, vetëm një pampers, do më thonë e ka pas vënut në trup, do më thonë as ka pas rroba, i pa ushqym dhe kejt trupin ashtë lëkur. Unë ka prejk ekstrem, është edhe një rast prej Gjakovës që më tregoj në 48 vjetë, motra vetë nuk ka dalë prej shpis, shkaku që nuk ka pas karrocë. E këtu 3 raste, ka dhe shumë raste tjera, po këtu 3 raste, më thonë drejtën pak më kanë metë në tru, edhe kom një shumë dhimt. E që kjo është edhe një prej arsyeve që nuk kom qef munda prej kësaj rrugë, se jem një adres që jam shuplaka dorës, nuk mund është me gjithë njerës që punojnë deri në ora 1-2 natës që punojnë për këtë kategori, edhe që kjo është arsye që shpesher i thëmë vetit çdo lloj sfide që t'vjen, sfidoje, edhe sa do pak që këto ndihma që janë shumë të vogla, mundohet edhe me këto ndihma të vogla sa do pak mja u lehtësu barrën e përditshme që e kanë familjarët ose vetë personat që ndodhin në atë gjendje. Ka shumë raste fatkeqësisht, po i përmendet 3 prej tyre. Edhe një prej tyre ishte që për 48 vite s'ka dalë fare prej shtëpisë. Po, kur ma tregoj fotën komplet të lëkurën e pash, barë si bora, pa dalë kur ndjell, edhe ndoshta i mungon edhe vitamina D, gjana tjera, për shkak që do më thonë ka qëndru e mbyllën 48 vjetë. Ka dhe raste që do më thonë personi që është me nevojat veçanta, është lind, jeton edhe vdes, ndoshta as kujshia nuk e din që ekziston ai person për shkak që i majnë mbyllën. Sepse në Kosovë janë mbi 100.000 me aftësi të kufizume, edhe ka shumë familjarë ose prind që i majnë mbyllur, po ka dhe persona që i malltretojnë. E fatkeqësisht shteti kur nuk ka bën një diçka të tillë, një lloj inspeksioni, me këshyr për shembull këta persona që janë 100% palevizshëm, ata të cilët janë përcjell që i marrin pensionet e tyre në emër të tyre, edhe realisht a i marrin, a i shpenzojnë për veten e tyre, apo i shpenzojnë për nevojat të personit i cili është në atë gjendje. E ka shumë raste që është edhe një rast kënina i ka vermica në Shkozë, kur im shku mja që një shtrat personi, do më thonë ka qenë komplet i palevizshëm, i shtrirë mbi shpinë, edhe kur im him rana në shpe, i ka pas dikon ndoshta 6-7 miza për rreth ftyrës, dhëmë t'i ka pas krejt zi, se ndoshta që i mungon edhe kalciumi, i pa pastërum, edhe komplet i zhveshën, vetëm një pampers, do më thonë e ka pas vënut në trup, do më thonë as ka pas rroba, i pa ushqym dhe kejt trupin ashtë lëkur, i mbyllën qels, edhe personat që kishin marrën shtëpinë e Mërtina, sepse nëse s'gaboj Ministria e Shëndetësisë, kërkoj falje nëse muj me gabu, e ka dhuru, do më thonë, dhuron shtëpia për ata që janë 100% palevizshëm, 85 metra katror, për ata që janë ma pak, do më thonë, me gjendje shëndetësore, ma pak jo mirë, e jep 55 metra katror. Do më thonë, ajo familje e ka fitu shtëpinë në emër të atij personi, edhe ka mbyllë në qels, shtëpinë e ka fitu, ka marrë që më thonë brapa shtëpisë të vjetër, edhe këta që janë shëndoshë mirë janë dalë në shtëpi të re, e personit do më thonë që kanë fitu shtëpinë e Mërtina, e kanë lënë të shtëpia vjetër, mbyllën në qels. Pa për kujdesje. Pa për kujdesje. Do më thonë, unë besoj që i ka mungu dhe ushqime, sepse... Si ratë në kontakt me atë person, e ka lejmëru? Një kujshi, më ka lejmëru, më ka thonë që ka nevojë për karrocë,